Shumë njerëz besojnë se procesi i plakjes është thjesht një çështje gjenetike, ose një rrjedhë e pashmangshme e kohës që shfaqet në pasqyrë përmes linjave të holla dhe humbjes së elasticitetit. Ne shpenzojmë miliarda dollar çdo vit në kremra të shtrenjtë, serume me emra egzotik dhe ndërhyrje estetike, duke shpresuar se magjia do të vijë nga jashtë. Por, e vërteta që shkenca e dermatologjisë dhe ushqyerjes po zbulon çdo ditë më shumë është se lëkura jon nuk është gjë tjetër veç se një pasqyrë e asaj që ndodh brenda trupit tonë. Ai armiku i padukshëm që po vjedh rinin tuaj nuk fshihet te mungesa e një kremi, por te pjata juaj. Nëse do të duhet të izolonim një fajtor të vetëm, një substancë që është pothuajse kudo në dietën moderne dhe që vepron si një përshpejtues i plakjes, ai është sheqeri i rafinuar dhe procesi biologjik që ai nxit, glikacioni, mekanizmi i fshehtë i shkatërimit të lëkurës. Për të kuptuar pse duhet të ndaloni së ngrëni ushqime me sheqer të lartë dhe karbohidrate të thjeshta, duhet të kuptojmë se si funksionon struktura e lëkurës. Lëkura jon mbahet e re, e plot dhe pa rrudha fal dy proteinave kryesore, kolagjenit dhe elastinës. Kolagjeni i jep lëkurës forcën dhe strukturën, ndërsa elastina e lejon atë të kthehet në vend, pasi qeshim apo lëvizim fytyrë. Kur ne konsumojmë sheqer të tepërt, molekulat e glukozës dhe fruktozës qarkullojnë në gjak dhe ngjiten pas këtyre proteinave. Ky proces quhet glikacion. Rezultati i këtij bashkimi janë disa molekula të reja, të dëmshme, të quajtura AGEs, Advanced Glutathione End Products. Emri i tyre është një koincidencë ironike në anglisht, pasi AG do të thotë plakje. Këto molekula i bëjnë fibrat e kolagjenit të forta, të thyeshme dhe të paafta për t'u vetëriparuar. Kur kolagjeni humbet fleksibilitetin, lëkura fillon të varet dhe krijohen ato që ne i quajmë rrudha të thella. Se ushqimet e procesuara janë vrasësit e shkëlqimit. Nuk bëhet fjalë vetëm për ëmbëlsirat e dukshme. Shumë ushqime që ne i konsiderojmë normale ose të shpejta, si buka e bardhë, makaronat e rafinuara, lëngjet e frutave të paketura dhe madje edhe dritrat e mëngjesit, ka një indeks të lartë glicemik. Kjo do të thotë se ato shkaktojnë një rritje të menjëhershme të sheqerit në gjak. Përveç glikacionit, këto ushqime nxisin inflamacionin kronik. Inflamacioni është si një zjarr i vogël që digjet vazhdimisht në qelizat tuaja. Ai lëshon enzima që quhen metalloproteinaza, të cilat kanë për detyrë të shpërbëjnë kolagjenin e dëmtuar. Megjithatë, në një gjendje inflamacioni të vazhdueshëm, këto enzima bëhen hiperaktive dhe fillojnë të shkatërrojnë edhe kolagjenin e shëndetshëm. Rezultati: një lëkurë që duket e lodhur, me njolla dhe shumë më e vjetër se mosha juaj biologjike. Ndikimi i yndyrave trans dhe vajrave vegetal të rafinuar. Një tjetër grup ushqimesh që duhet të shmangni me çdo kusht janë yndyra trans dhe vajrat e pasur me omega 6 të tepërt, si vaji i lulediellit apo i misrit i përdorur në skuqje. Këto yndyra integrohen në membranat e qelizave të lëkurës suaj. Kur membranat qelizore janë të përbëra nga yndyra të dobëta dhe të dëmtuara, ato nuk mund të mbajnë lagështim. Një lëkurë që nuk mban dot ujin është një lëkurë e dehidratuar, dhe dehidratimi është rruga më e shpejtë drejt rrudhave të para. Skuqja në temperatura të larta prodhon gjithashtu radikale të lira. Këto janë molekula të paqëndrueshme që sulmojnë qelizat e shëndetshme, duke dëmtuar madje edhe adën e lëkurës. Ky dëmtim oksidativ nuk shkakton vetëm rrudha, por shton edhe rrezikun e hiperpigmentimit, njollave të moshës dhe humbjes së tonit të fytyrës. Si të ndaloni procesin dhe të riktheni gjallërinë. Lajmi i mirë është se trupi ka një aftësi të jashtëzakonshme për të rikuperuar nëse ne ndryshojmë lëndën e parë që i japim. Duke eliminuar sheqerin e shtuar dhe ushqimet e procesuara, ju ulni menjëherë nivelin e AGEs në sistemin tuaj. Zëvendësoni sheqerin me antioksidant. Frutat e pyllit, boronicat, mjedrat janë të pasura me polifenole që luftojnë radikalet e lira. Rritni marrjen e yndyrave të shëndetshme. Omega 3 që gjendet e peshku, arat dhe farat e lirit ndihmon në ndërtimin e një bariere mbrojtëse për lëkurën, duke mbajtur atë të butë dhe të hidratuar. Hidratimi me bazë minerale. Uji është esencial, por perimet si kastravecat dhe selinoja ofrojnë hidratim të strukturuar që qelizat e thithin më mirë. Ndryshimi nuk ndodh brenda natës, por pas rreth 28 ditësh, cikli i rinovimit të qelizave të lëkurës, do të filloni të vreni një ndryshim në teksturë dhe shkëlqim. Lëkura juaj nuk ka nevojë për më shumë produkte kimike. Ajo ka nevojë për më pak helm nga pjata juaj. Duke thënë jo ushqimeve që ju plakin,
Ju i thoni, po një versioni më të shëndetshëm dhe më rrezatues të vetes suaj. Për të kuptuar thellësinë e këtij shkatërimi që ndodh në heshtje, duhet të shohim përtej sipërfaqes së lëkurës, aty ku qelizat tona luftojnë çdo ditë me atë që ne zgjedhim të ham. Kur flasim për ushimin që po ju plak, nuk i referohemi vetëm një vakti të keq, por një akumulim i mbetjesh metabolike që trupi nuk arrin t'i pastrojë dot. Roli i insulinës si hormoni i plakjes. Sa herë që konsumoni një ushim me përmbajtje të lartë sheqeri ose mielli të bardhë, trupi juaj lëshon një valë të madhe insuline. Ky hormon është i domosdoshëm për të rregulluar energjinë, por nivelet e larta dhe kronike të tij janë si një acid për rininë e qelizave. Insulina e lartë nxit prodhimin e sebumit, yndyrës së lëkurës, por në një mënyrë të pashëndetshme që bllokon poret dhe shkakton atë që mjekët e quajnë inflamacion i heshtur. Ky inflamacion nuk është si një plagë që dhëmb, është një gërryerje e ngadalë. Ai dobëson muret e kapilarëve të vegjël që dërgojnë oksigjen dhe lëndë ushqyese në derm, shtresën e mesme të lëkurës. Pa oksigjen të mjaftueshëm, lëkura humbet atë ngjyrën e shëndetshme roz dhe fillon të marrë një nuancë gri ose të zbetë, që është shenja e parë e plakjes së parakoshme. Armiku i maskuar, produktet e qumshtit dhe hormonet. Ndonse qumshti shpesh reklamohet si burim kalciumi, për shumë të rritur, ai është një nxitës i fuqishëm i proceseve inflamatore. Qumshti i lopës përmban natyralisht hormone të rritjes, që janë të dizajnuara për të rritur një viç me shpejtësi. Kur këto hormone hyjnë në sistemin ton, ato mund të ndërhyjnë në ekuilibrin ton hormonal. Duke rritur nivelet e IGF, një insulin like growth factor, ky faktor rritjeje është i lidhur drejt për drejt me plakjen e përshpejtuar. Ai bën që qelizat e lëkurës të riprodhohen shumë shpejt dhe në mënyrë të çrregullt, duke krijuar një teksturë të ashpër dhe të pabarabartë. Për më tepër, qumshti shpesh lidhet me shfaqjen e akneve të rriturit, të cilat lën pas shenja dhe njolla që e bëjnë lëkurën të duket e dëmtuar dhe e vjetër. Kripa e tepërt dhe fryrja që shndërrohet në rrudha. Nëse sheqeri shkatëron strukturën, kripa e tepërt shkatëron hidratimin. Kur hani ushqime të kripura, si patatinat, mishi i procesuar apo ushqimet e konservuara, trupi mban ujë për të holluar kripë. Kjo shkakton atë fryrjen e njohur poshtë syve dhe në faqe. Problemi qëndron këtu. Kur lëkura fryhet vazhdimisht nga mbajtja e ujit dhe pastaj shfryhet kur kripa largohet, ajo humbet elasticitetin e saj, ashtu si një elastik që tërhiqet dhe lëshohet shumë herë. Me kalimin e kohës, kjo lëkurë nuk kthehet dot më në formën e saj fillestare, duke rezultuar në lëkurë të varur dhe qese poshtë syve që janë shumë të vështira për të trajtuar me operacione apo kremra. Si të filloni detoksin e rinis nga pjata juaj? Nëse dëshironi të shihni një ndryshim real, duhet të bëni një ndryshim rrënjësor në listën e blerjeve. Nuk mjafton vetëm të hiqni ushqimet e dëmshme. Duhet i zëvendësoni ato me karburant që ndërton kolagjen. Proteinat e pastra. Kolagjeni është protein. Pa konsumuar mjaftueshëm proteina cilësore, si vezët, peshku, mishi i shpendëve apo thjerrzat, trupi juaj nuk ka tulla me të cilat të ndërtojë murin mbrojtës të lëkurës. Vitamina si katalizator. Ju mund të hani të gjithë proteinën e botës, por pa vitaminës, trupi nuk mund ta kthejë atë në kolagjen. Specat e kuq, agrumet dhe kivi janë ngjitësi që mban lëkurën tuaj të fortë. Sulfuri, minerali i bukurisë. Ushqimet si hudhra, qepa dhe brokoli përmbajnë sulfur, i cili është i domosdoshëm për prodhimin e elastinës. Ky mineral ndihmon lëkurën të mbetet elastike dhe të mos rrudhet gjatë lëvizjeve mimike. Ky proces i plakjes përmes ushqimit është si një rrjedh uji që gërryen shkëmbin. Ndodh ngadalë, por me këmbëngulje. Megjithatë, sapo ju ndryshoni rrjedhën, trupi juaj ka një inteligjencë mahnitëse për t'u vetë shëruar. Qelizat tona dëgjojnë çdo sinjal që u dërgojmë përmes ushqimit. Duke zgjedhur ushqime të gjalla, të papërpunuara dhe plot lëndë ushqyese, ju nuk po ushqeni vetëm stomakun, por po jepni lëkurës suaj mundësinë për të shkëlqyer përsëri. Për të kuptuar plotësisht tablon e plakjes, duhet të zhvendosemi nga pjatat e gota. Ajo që pim ka një ndikim po aq të drejtpërdrejtë, e ndoshta më të shpejtë, në hidratimin dhe teksturën e lëkurës sonë. Shumë prej nesh e fillojnë ditën me një lëng që premton energji, por që në fakt vjedh lagështin nga qelizat tona. Kafeina dhe vjedhja e hidratimit. Kafeja është një thik me 2 tehe, ndërsa në sasi të moderuara ajo ofron antioksidant. Teprimi me të vepron si një diuretik i fuqishëm. Kur trupi detyrohet të nxjerrë lëngjet jashtë me shpejtësi, e para që vuan është lëkura.
Një qelizë lëkure e dehidratuar është si një rrush i tharë që kthehet në rrush të thatë. Ajo humbet vëllimin, bëhet e hollë dhe paloset lehtësisht, duke krijuar ato që ne i shohim si rrudha sipërfaqësore, por që me kohën kthehen në brazda të përhershme. Për më tepër, kafeina arrit nivelet e kortizolit, hormonit të stresit. Kortizoli i lartë njofton trupin të shpërbëjë proteinat për energji të shpejtë, dhe fatkeqësisht, kolagjeni është shënjestra e parë. Kur pini shumë kafe pa e shoqëruar me sasi të dyfisht uji, ju po jepni trupit tuaj sinjalin për të ngrënë strukturën e vetë fytyrës suaj. Alkooli, hajduti i vitaminës A. Nëse ka një substancë që mund të plak një fytyrë brenda një nate, ai është alkooli. Ai jo vetëm që shkakton dehidratim masiv, por është armiku numër 1 i vitaminës. Kjo vitamin është jetike për rigjenerimin e qelizave dhe prodhimin e kolagjenit. Pa të, lëkura humbet aftësinë për të vetë shëruar nga dëmtimet e diellit apo ndotja. Alkooli gjithashtu zgjeron enët e gjakut. Fillimisht kjo duket si një skuqje e lehtë, por me kalimin e kohës, këto enë gjaku humbasin elasticitetin dhe mbeten të zgjeruara, duke krijuar atë pamjen e vjetruar me kapilar të thyer në faqe dhe hum. Ky proces nxit inflamacionin sistemik që shkatëron barierën mbrojtëse të lëkurës, duke e bërë atë më të ndjeshme ndaj faktorëve të jashtëm. Lëngjet e gazuara dhe ndryshku qelizor. Pijet e gazuara dhe lëngjet e frutave të industrializuara janë në thelb sheqer i lëngshëm. Ato nuk kanë fibra për të ngadalësuar përthithjen, kështu që goditja në gjak është e menjëhershme. Ky shok glicemik shkakton një proces të quajtur oksidim, i cili është ngjashëm me ndryshkun të metali. Radikalet e lira sulmojnë lipidet, yndyrat e mira, në lëkurën tuaj, duke e bërë atë të duket e pajet dhe pa shkëlqim. Fuqia e bimëve mjekësore. Rindërtimi i barierës. Pasi kemi ndaluar sulmin nga ushqimet dhe pijet e dëmshme, hapi tjetër është riparimi. Natyra ofron disa aleat të fuqishëm që veprojnë si arkitekt për lëkurën. Çaji i jeshil, gazga, përmban katekina që mbrojnë kolagjenin nga rrezet V dhe ndihmojnë në riparimin e adës qelizore të dëmtuar nga sheqeri. Xhenxhefili. Ky rënje e fuqishme lufton inflamacionin në nivel qelizor. Ai përmban rreth 40 përbërës antioksidues që parandalojnë dëmtimin nga radikalet e lira dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut, duke i dhënë lëkurës më shumë ushqim. Rozmarina dhe rigoni janë të pasura me acid rozmarinik, i cili është treguar shkencërisht se bllokon procesin e glikacionit, ngjitjen e sheqerit të kolagjeni, për të cilin folëm më lart. Ritualet e mëngjesit për një lëkurë të re. Ndryshimi i vërtet fillon me zëvendësimin e zakonit të parë të ditës. Në vend të lëngut të portokallit të paketuar apo kafes së menjëhershme me sheqer, provoni një gotë ujë të vakët me limon dhe pak krip himaje. Limoni ofron vitaminën të nevojshme për kolagjenin, ndërsa kripa minerale ndihmon qelizat ta thithin ujin në vend që ta nxjerrin menjëherë jashtë. Plakja nuk është një proces linear. Ajo përshpejtohet ose ngadalësohet me çdo kafshat dhe çdo glënik. Lëkura juaj është organi juaj më i madh dhe ai komunikon me ju vazhdimisht. Rrudhat nuk janë vetëm shenja të moshës, por shpesh janë thirrje për ndihmë nga një sistem që po lufton me toksina. Kur filloni ta ushqeni trupin me respekt, lëkura juaj do të jetë e para që do t'ju falenderojë me një shkëlqim që asnjë makijazh nuk mund ta imitojë. Për të përmbyllur këtë udhëtim të rigjenerimit, duhet të hyjmë në dhomën e kontrollit të gjithë trupit ton. Mikrobioma e zorëve. Shkenca e fundit ka vërtetuar ekzistencën e një lidhje të drejtpërdrejtë, të quajtur boshti zor-lëkurë. Nëse brendësia juaj është e inflamuar, asnjë trajtim i jashtëm nuk mund ta shpëtojë lëkurën nga plakja e parakohshme. Mikrobioma, kopshtari i rinisë suaj. Zorët tona janë shtëpia e miliarda baktereve. Kur ne ham ushqimet vrasëse që përmendëm më lart, sheqerin, mielin e bardhë dhe vajrat e rafinuar, ne ushqim bakteret e dëmshme. Këto baktere prodhojnë endotoksina që kalojnë në gjak dhe udhëtojnë deri te lëkura, duke thyer barierën mbrojtëse dhe duke shkaktuar atë që quhet lëkurë e rrjedhshme. Kur kjo barierë thyhet, lëkura humbet aftësinë për të mbajtur lagështinë dhe bëhet prej rrudhave të thella dhe inflamacionit, si ekzema apo rosacea. Për të rikthyer rinin, duhet të mbillni bakteret e mira përmes ushqimeve të fermentuara si kosi natyral, kefiri, lakra turshi, sauerkraut dhe kombucha. Këto ushqime veprojnë si një ushtrim mbrojtëse që mban lëkurën të hidratuar nga brenda jashtë. Gjumi dhe riparimi. Kur ushqimi bëhet strukturë. Gjatë natës, trupi kalon në një gjendje anabolike,
që do të thotë se ai përdor lëndët ushqyese që keni ngrënë gjatë ditës për të ndërtuar qeliza të reja. Nëse vaktin e fundit e keni ngrënë shumë vonë dhe ai ka qenë i pasur me karbohidrate, trupi juaj do të jetë shumë i zënë me tretjen dhe menaxhimin e insulinës, në vend që të merret me riparimin e kolagjenit. Për të maksimizuar prodhimin e hormonit të rritjes, i cili është serumi natyral anti-age i trupit, vakti juaj i fundit duhet të jetë të paktën 3 orë para gjumit dhe i pasur me aminoacide si glicina, që gjendet e lëngu i kockave ose supat e pasura me proteina. Glicina është një nga 3 komponentët kryesor të kolagjenit dhe ndihmon trupin të qep fibrat e dëmtuara gjatë kohës që ju flini. Përmbledhja e fitores ndaj rrudhave. Plakja nuk është një armik që duhet luftuar me frikë, por një proces që mund të menaxhohet me mençuri. Çdo herë që zgjidhni një ushqim të plot në vend të një produkti të paketuar, ju po i dërgoni një sinjal çdo qelize të lëkurës suaj se është koha për të përtërir, jo për të dorëzuar. Ndaloni sheqerin, miellin e bardhë, vajrat vegetale të procesuara dhe alkoolin e tepërt. Filloni proteinat cilësore, yndyrat omega 3, antioksidantët nga frutat e pyllit dhe ushqimet e fermentuara. Mbroni hidratimin përmes mineraleve dhe gjumit cilësor. Lëkura juaj është tregimtari i stilit tuaj të jetesës. Duke bërë këto ndryshime sot, ju nuk po ndryshoni vetëm mënyrën se si dukeni në pasqyrë, por po përmirësoni cilësinë e jetës suaj në çdo nivel. Rinia e vërtet nuk gjendet në fund të një shisheje kremi, por në fund të pirunit tuaj.